Shkëlqen unë për figurën dhe personalitetin e presidentes Osmani, padyshim që gëzoj dhe do të gëzoj gjithmonë në respekt veçantë, për arsye që gjithë formimi im politik ka filluar pikërisht përmes saj dhe së bashku dhe përkrah saj. Kështu që në gjithë sillin do hap, padyshim që s'ka mungu edhe mbështetja ime personale, mirë po dhe respekti im personal. Them drejtën, nuk jam në dieni dhe as nuk mund të gjykoj mbi ambicjet e më të tjeshme, të cilat mund të jenë qofshin ato politike ose për një mandat të radhës apo të cilat mund të jenë të presidentes Osmani. Nuk kam informata të tilla, andaj në një rrethon e cila është e panjohur dhe nuk kam as informata e as elemente konkrete mbi cilën mund të gjykoj, nuk është diçka të cilat mund të komentoj. A shani rrugtim të përbashkët edhe nëse nesër po supozojmë që mund të jetë me një subjekt të ri politik? Unë thash që unë gëzoj vazhdimisht respekt për të, edhe për çështjen e qasjes politike, mendimit politik, ideve dhe perspektives të cilën ajo e ka transmetu, gjithashtu edhe guximit për sfidat të cilat në kohë të caktuar padyshim që pak kush ka pas guximin, mirë po edhe momentumeve politike që ajo i ka kriju, sidomos pra në vitin 2021, me përbashkimin së bashku me vetëvendosjen, të cilën e jep një kthes të madhe politike në vend, edhe krijohet një forcë politike me fuqinë e saj pra 50%, pra një lloj referendumi qytetar. Kështu që për të gjithë këta hapa kam shumë respekt dhe konsiderat, po për më tutje, raport me ambicjet e saj personale, as nuk kam informata e as nuk kam se si t'i gjykoj. Unë mendoj që si presidente e vendit, pra ka bërë një punë jashtëzakonisht mirë në krijimin e aleancave të reja, mirëmbajtjen e aleancave aktuale, zgjerimin e fushave të bashkëpunimit, përfaqësimit absolutisht shumë dinjitos që ka bërë në çdo instancë ndërkombëtare dhe besoj që jeta mes Donika Gërvallës dhe Vjosa Osmanit një vlerësim? Po, thash edhe më herët, pra me Vjosën ka fillu rrugtimi, kurse me Donikën e kemi vazhdu tutje. Ne jemi përbashku mbi parimet dhe qëllimet tona dhe synimet tona të përbashkëta. Duke qenë në pozicionin e presidentës, padyshim që pastaj bashkëpunimi ka qenë le themi më i rrallë, për arsye që kompetencat dhe përgjegjësitë kanë qenë të atilla që funksioni i presidentës e kërkon edhe atë pavarësinë politike